fjallë po më negaton, a e di që s'jam për ty, pse nuk e kupton. Rrëve rotull po më vjen, e mal shon t'i nga në fjallë, luja jote s'po më pëlqen, veç ta di shonja. Asi fundin, asi pari, nuk e ti që vunë për mu, po unë zemrën s'mund t'a pali, në tjetër kërë jam dashuru. Asi fundin, asi pari, nuk e ti që vunë për mu, po unë zemrën s'mund t'a pali, në tjetër kërë jam dashuru. Shafin e prej sheqiri, po të theme dije, mirë s'të kam palun ty të mjerit, që kera ndashni. Rrëve rotull po më vjen, e mal shon t'i nga në fjallë, luja jote s'po më pëlqen, veç ta di shonja. Asi fundin, asi pari, nuk e ti që vunë për mu, po unë zemrën s'mund t'a pali, në tjetër kërë jam dashuru. Asi fundit, asi pari, nuk e ti që vunë për mu, po unë zemrën s'mund t'a pali, në tjetër kërë jam dashuru. Faleminderit shumë, zonja Vizotri, mysafirë të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton vet juaj në Odeon. Mirëmbrëma na em. Mirëmbrëma Mihrie. A jeni do, as jeni do. Na keni A bëmë të dikon, nuk je në nda, apo diçka kështu? Nuk e di, veç ti ke thonë jena ndo, po na për një me nuk jena ndo. Po besoj që nuk, kjo pjesë që është bo virale dhe këpusin që shdojnë është çështje më vete. Tani, bile viraliteti po kërkohet me pish, me gjithë. Po të shquj njëzët po thojnë, ajo për një me je i dirë tash, a je i dirë, po kam plug ty, do mu. Une jam plotësisht i lirë në Kosovën e liret pavarur. Edhe une, valla. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, ku do që të jeni nga do që të jeni? Ja ku jemi bashkë, vërtet, në spektaklin tuaj, këtu në sheshin e fjallës e mirë, këngës së bukur. Jemi këtu në Odeon, në Radio Televizionin 21. Edhe thonë të kemi që në qatë bukur që të ariktoheni, kaloni sa më mirë në këtë vikend. Nga se për çdo javë mundohemi që copa ta bëjmë atë mozaikun e bukur të trajtuarit të jetës së njerëzve që janë modele të veçanta për shoqërinë, por edhe që të bëhemi humori jo gazi botës, po gazi, qeshja juaj, ritmi i jetës përmes këngës, edhe përmes tregimit, e rrëfimit që i përngjan krejtësisht e tër asaj që ka ndodhë edhe ndodhë në teatrin shqiptar që është nëna e teatrit botnor Odeon.
Jemi bashkë në këtë skenografi të rgamur dhe gjithmonë kur theksoj këtë fjalë, si ma kthen në mbamendjen time, po dhe tuajen se jemi si rezultati bashkëpunimit të ndërsjellë. Jemi autor dhe kreator bashkë me juve, me një armatë të tërë artistësh, me një armatë të tërë realizuesish që nga regjisori, kamermanet e kështu që gjë ndodhen prapa kuintave, jemi ne bashkë me ju para kuintave, është spektatori dhe telespektatori. Që bëjnë, të spektakl tuajnë. Nëse pa frimë. Në konceptuarit e fjalisë, ka shumë rëndësi ka njëherë me lonë ven, një farë presje me marë frimë. Po, bukur shumë. E kaluam edhe një javë, edhe po vazhdojmë e kaluam një javë, ko gja kështu të knaqure, të lumëture. A ka që letër ty dikosh ajo? Po vjen... A ka orë në i letër? Për plot letra. Po. Për plot letra. Po tash më sta ka që kryeministri një letër? Edhe ty? Kryeministri shumë mirë që qënë letra dhe ka për detyrë me qënë letra, edhe kryeministri, si i pari, edhe të gjithë të tjerët, e kanë për detyrë që të sillen konform kushtetutës, konform kërkesave të dhëute të vendit, që ti kryjnë detyrat e tyre. Detyrat e tyre janë me bo qeverin, detyrat e tyre janë me bo parlamentin, me zgjedh kryetarin, detyrat e tyre janë me formue, me formsue, me regulue, me ndryshue, me i përshtat ligjet që i bëjnë më së miri këtij veni. Detyrat e tyre janë me kryje, detyrat pastaj si ministra në të gjitha segmentet, e më na bom ma shumë të zhvillumse për Zotin, si kur u bom gazi i botës, kur kush nuk na arsyton edhe mas 25 vjetëve me met ma të varfrit në Evropë. Se uta preja nejsa bashkë, edhe i roba, edhe bashkë, po kështu, me bashkë për vazhdojmë edhe spektaklin, nga se vërtet do të vi që se ajo bashkë me motrën e saj. Pret. Ha, qa ki doshtë? Falenderoj pa tjetër dhe domosdoshmërisht Meliza Zeqirin, e cila ka kriju këtë pustan, që e kam veshun unë, po edhe pustanin e Lorës. Lorë? Qo pak njëherë, Lorë? Se unë thash kur te këndoj këngën do ta bëj. Po bukur shumë. E gjeni në Instagram Meliza.Zeqiri dhe e kontaktoni në numrin e telefonit 044 123 940 dhe e gjeni në rrugën Muharrem Pejza në Prishtinë. Faleminderit. E tash shkojnë që tutje me... Kush nga ka rëvillu? Agonita. Agonita, hej, kush Kosovë, Agonita Sogojeva.